do flasim për ne fshatarët. Qa ka bëjë Edi Rama për bujqësinë në 13 vjetë, se po mledh edhe ca lajthia me që jemi këtu, po thash mos se lej ditën e sotme pa video, pa komuniku. Tani, kur erdha këtu, kam pak rranj lajthia këtu mi kam mjell baba, edhe për të kalu kohën edhe për të marrë qik me këto, po menoja për bujqësinë, që ka bëjë Edi Rama, që ka bërë Rilindja për bujqësinë, premtimet, do thënë që se ka pas në njëherë program politike dhe ekonomik për fshatin Shqipëri, ka qenë programi i Edi Ramës në 2013. Po do thoni ju që ka bë? 0. Përveç që janë ta trush shplarët e ignorantët që i kam neveri tani që merren në rrjetet sociale që më shkruaj, njerëzit me men e din se çai ka ndodhur fshatit shqiptar. Pra ai njeri që i pati bëhet ato premtime, i pati vetëm propagandë, edhe me ardhjen pushtet e shkatroi bujqësinë fare. E po menoja kur erdha rrugës, ky tha do keni naftën pa akcizat herë, do ulen për ti sterion braqa se mu kujtu kjo tash i gërthiste, ai doni naftën pa akcizë, ai doni plerhat, që thoshte, plerhat me gjysmë çmimi. Ka rritje rekord 2100 lek naftën e kam mbush makinën kur u nisa, që erdha këtu. Dhe a di që po ulemi këtu. Edhe fshatari sot për të prodhu do ta blejnë naftën një lloj si ata rrugeçve që xhirojnë gomat e makinës ose që gjujnë, bëjnë loja lufte me skafe në det. Në fakt ata të skafeve më duket e marrin ma lirë, por fshatari e merr shumë ma shtrenjtë. Çmimet e plehrave kimike, çmimet e farërave janë shtrenjtu në mënyrë jashtëzakonshme që kur ka ardhur ky në pushtet. Fshatra të tërë janë braktis. Jemi i vetmi vend në botë që të kalosh për gjatë gjithë fushës Myzeqes, kur shkoni për t'u lanë Vlorën, Sarandë këtej, e keni pa në të dy anët fushën e Myzeqes, po thuaj se djerë. Qap qup në i grur, në i misër, në i gjë që mbjell në njëri, dhe hiq ka pak, merret pak me bujqësi Berati që bë pak sera që në ca zona Kozarës andej, dhe kemi Divjakën që punon. Për hir të vërtetës, Divjaka është vendi më punëtor në Shqipëri, po e man me thoj më bujqësi. Divjaka ku është kryetar bashkia ai, si kishte ai me qeleshe, Josif Gorrea. Dhe Divjakën ky po e shkrin tani. Edhe tallet me njerëzit se thot ata din thot le të bëjmë propozime thot u tallet me historinë e zonave të Shqipërisë, si që janë për shembull Dimalje, po edhe Divjaka është vend i lashtë, edhe Prenjasi. Fshati shqiptar sot është në ditët më të këqija të vetat në 35 vite. Nuk krahasohet në kohën e Enverit, ka pas që ka pas, po ka pas bujqësi. Njerëzit punonin, Shqipëria prodhonte. Okej, teoritë e gabuara, jo po do prodhojmë me forcat tona e kujtën gjitha, por nuk ka qenë kështu raporti importit me eksportin. Ne sot, po ta marrësh trash, importojmë 10 njësi edhe eksportojmë 2 ose 3. Një vend normal, ose një vend që mund të quhet vend në zhvillim, duhet ta ketë të barabartë raportin e importit me eksportin, ose të lëviz, kujton, të eksportojnë 8, të importojnë 10. Po jo si që kemi ne. Sot në fshatin shqiptar nuk ka marrëdhënie ekonomike. Pra na jemi i vetmi vend në rajon që fshati jon nuk ka marrëdhënie ekonomike. Çfarë do të thotë nuk ka marrëdhënie ekonomike? Po të shkosh në Greqi, të shkosh në Maqedoni, të shkosh në Kosovë, bujqësia është e rajonalizuar.
edhe në fshatrat e Kosovës ose në fshatrat e Greqisë nuk ka çdo familje një lop, ose nuk ka çdo familje pula, ose nuk ka çdo familje na gjoja ajo pula tash e bërtiti, ose nuk ka çdo familje që mbjell edhe domate, edhe speca, edhe kujtun. Fshati shqiptar është kështu. Pra çdo familje prodhon gjithçka dhe ato familje që rrinë fshat, se fshati tani është boshati se tham, dhe nuk krijon marrëdhënie ekonomike. Ndërsa po t'ishte fshati që një fshat, po themi kujtu, mbjell kumbulla, një fshat mbjell domate, mboll, i bëjnë marrëdhënie ekonomike, ja shisin njëri tjetrit, edhe kjo është në fakt që do të thotë bësh ekonomi bujqësore, kesh ekonomi bujqësore të zhvilluar. Në Shqipëri, gjithë i bëjnë gjitha, këta që kanë ngel fshat, edhe shteti nuk e financon. Tani do vim ke pjesa e financimit. Kosova jep gati 80 milion euro, se po më hanë mizat, jep 80 milion euro për bujqësi. Maqedonia e Veriut jep 100 milion euro. Subvencionime të drejt për drejta për fermerin. Shqipëria i bën si bën ja 50, edhe ato i vjedhin këto Frida Krifcat rrugës, i përlajnë këto, ose nuk e merr fermeri që e meriton, po e merr në një që është me socialisten. Pra, ndahen edhe këto leket për fshatarin, ndahen në mënyrë kështu klienteliste, politike. Fondet e Bashkimit Evropian kemi 4-5 vjet që si marrim më fermeri jon, fermeri shqiptar, unë s'jam fermer më se ja 10 roj lethia këp. Fermeri shqiptar kisha fjalën se nuk i du për vete. Fermeri shqiptar nuk merr asnjë gjë nga fondet e BE-s, sepse i vodhi me Frida Krifcën ky. E morin mbrojtje Frida Krifcën, ai spaku, nuk bën asgjë spaku për ta hetu. Edhe BE-a nuk i liron fondet, kështu që ka dënu prej hajdutlikut, prej hajdutërisë, dënun gjithë fermerët e Shqipërisë. Përveç kësaj që thash që nuk bëhet ekonomi në këtë aspektin e mbjelljes së kulturave të rajonalizume, nuk bëhet edhe për shkak të blegtoria për shembull. Malet e Shqipërisë janë boshatis nga blegtoria. Nuk ka më blegtori në malet shqiptare, e keni pa vetë ju atë. Ku të marrin edhe ca këtu. Mbi 1 milion kokë timta janë shit, janë therë, janë shit, ku diu. Importojmë qumësht pluhur me tonelata. Këto lufrat e këto budalliqet që shihni me këto reklamat që bëjnë erzenat e këto, Shqipëria nuk ka kapacitete për të mbajtë me qumësht fabrika të tilla. I keni pa bidonat e qumshtit atyre që për 5 ditë, 7 ditë ato skadojnë. Ato nuk janë prodhim vendas, është qumësht importi pluhur. Sepse për shembull dinja 2-3 veta në rajonin e Durrësit kanë pas ferma të jashtëzakonshme, ferma lopësh, prodhimi qumshti. Safi, sa erdhi ky në pushtet, ja 2-3 vjet edhe falimentun i kanë mbyll fermat e lopëve. Kjo është historia e bujqësisë edhe e fermerit shqiptar, pra marrim subvencione. Fermeri shqiptar merr subvencione sa gjysma e atit Maqedonisë Veriut. Prandaj i del edhe Maqedonisë Veriut që djathin ta ketë sa gjysma e çmimit djathit ton, perimet sa gjysma e çmimit perimeve tona, frutat po ashtu, mishin po ashtu. Mishi në Maqedoni është, sa thon ta, 6-7 euro më duket është. Në Shqipëri është 15.000 lekë. Edhe djathi po është 15.000 lekë në Shqipëri, sepse fermeri shqiptar nuk subvencionohet. Merr mish nga Brazili, ha mish Brazili, e pula Brazili që atë drejtin marrin që importojnë këta, edhe fshatin e rënoj. Nuk ka kush lëviz nëpër Shqipëri, përveç juve që jeni jashtë nga diaspora që më ndiqni, kush lëviz nëpër Shqipëri e di se kjo që po them unë është e vërteta. Tani po i fut edhe i reform territoriale për të shkatru edhe 2-3 vende që kanë pas boj farë bujqësie, siç është Divjaka, ka bashkangjit Lushnjës,
apo patosi ja çon Fierit, apo kujtun Poliçani ja bashkon Beratit, Prenjasin ja bashkon Librazhdit, edhe e shkatroj përfundimisht. Kjo është tërma e fundit që jep Edi Rama fshatit dhe shkatrimit të bujqësisë. Nuk ja ka bë kush kurrë bujqësisë shqiptare këtë që i ka bë Edi Rama. Turp e faqe zezë për gjithë njerëzit që jetojnë fshat, për gjithë fshatarët e Republikës, nuk e ka me konotacion negativ. Që vëtej socialistën, nuk ka braktis fshatrat, u ka detyru që të braktisni shtëpiat. Fshatrat, 70% e fshatrave të Shqipërisë janë bë fshatra fantazm. Pa infrastrukturë, pa shërbime, pa si gjë. Edhe shkoni u votoni socialistën e dilni kërceni me Belinda Ballukun edhe me Edi Ramën, që të blejnë vilat 2.600.000 euro ai shoku, që kishte Ermal Beqiri atje në Francë, e jahte, më thet thash, luks i jashtëzakonshëm. Kështu që këtë kisha unë për sot. Unë mos duket shumë estetike kjo, se fshati kështu e ka punë fshati. Ja lajthijat. Opa. Këto e ka mjell baba, tash e vi unë tash që ti mbledh për t'i ngrënë të lajthijat. Po duan punë edhe këto, shi sa mirë është. Shi. Ja. Po që të prodhosh këtë duhen gjitha do lek. Ta blesh naftën me 2100 lek për të prodhuar kokër lajthije, nuk ja leverdis. Le ujë për vaditje, plehra kimike, që janë të gjitha helme që duhen këto. Nuk ja leverdis asnjërit. Një shoku im ka pas mbjell një 20 dylym kështu lajthi. I mylli se nuk ja leverdiste më fare, as më fuqi punëtore s'ka, kush t'i mbledh. Fara e helme thash, plehra gjitha janë 2 fish, mbështetje nga shteti s'ka fare. Mirë pafshim, faleminderit kush më ndoqi. Shpërndajeni videon po ju pati pëlqyer dhe bëheni subscribe edhe abonohu, çfarë.